Me 17 prill do të mbahet protesta e radhës kombëtare e opozitës. Datën e protestës e njoftoi lideri i opozitës Ali Berisha në bashkëbisedimin me qytetarët në rrjetet sociale, ku bëri një rezume të zhvillimeve të javës që lan pas, nga censura mediatike për aferën Rama Balluku e deri tek qëndrimi i Ramës ndaj ndërkombëtarëve për kartelet e drogës. Berisha tha se opozita qëndron e palëkundur në misionin e saj dhe bëri thirrje qytetarëve të dalin masivisht në shesh. Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë. Me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Nuk do të gjesh paqë kurrë, nuk do ketë stabilitet kurrë. Për ty, organizatën tanë të ballukëve kriminal dhe kartelet e drogës në Shqipëri. Opozita qëndron me fuqishme se kur, me vendosur se kur. Kryedemokrati akuzoi kreun e qeverisë se ka lobuar të ndërkombëtarët që të stigmatizojnë korrupsionin qeveritar për ta paraqitur si problem kulturor të shqiptarëve, duke ju referuar deklaratave të komisioneres Marta Kos për çështjen Balluku. Para vendimit famëzi të Edi Ramës me 83 thikat e krimit në parlament për të mbrojtur Ballukun, se çfarë lobimi anti-shqiptar bën ky njeri. Tenton të bind tjerë se nuk është faj i atyre i qeveritarëve që vjedhin, por është faj i shqiptarëve që pranojnë vjedhjen, gjë e cila është absolutisht racizëm i pastër, anti-shqiptar dhe i pavërtet. Me sfidën e hapur që i bëri komunitetin ndërkombëtar, me goditjen fatale që i dha institucionit të akuzë, shpresa e vetme për shqiptarët mbetemi ne, mbetet opozita. Në kushtet kur qeveria dhe parlamenti janë kthyer në mburoj të Belinda Ballukut, Berisha u drejtoi një apel qytetarëve. Kudo që ta shihni korbën e korrupsionit, gjuajeni me domate dhe vezë, turprojeni publikisht se atë meriton. Le ta mbrojë Edi Rama, po qytetarët duhet të japin ndëshkimin që meriton duke turpruar në çdo rrugë, në çdo shesh, në çdo sallë dhe kudo që del. Berisha u ndal edhe te kriza ekonomike dhe sociale që ka përfshirë vendin, teksa u zotua se akti i parë i qeverisë demokrate do të jetë vendosja e minimumit jetik dhe rritja e pakave e pensioneve. Ndër vendimet e javës parë do të jetë vendosja e minimumit jetik. Pensionet minimale do të njohin dyfishim në tyre. Pensionet tjera do të rriten, është çështja e të smurëve. Nuk ka patur kurrë në histori të deklarohet të thuhet se laboratori më i madh i Shqipërisë, që është laboratori QSUT-s, nuk mund të bëjë analiza. Arsimi pas shtetësisë merr përparësi absolute. Nuk la pa komentuar edhe rritjen e çmimit të naftës, ku paralajmëroi se në javën e ardhshme Partia Demokratike do të paraqes planin e masave, por theksoi se ai duhet të shoqërohet edhe me reagim qytetar. Nafta është një ndëshkim mbar qytetar. Kemi përgatitur paketën, javën që vjen e paraqesim edhe një herë para publikut. Dhe unë i ftoj shqiptar të reagojnë, fermeri të dalë në rrugë, të bllokojë rrugët, qytetari të dalë me makinën e tij të bllokojë rrugët, të protestojë. I pyetur për ligjin e korporatës së investimeve strategjike, Berisha tha se pas tij shihet dora e zezë e shtetit. Ligji i Edi Ramës nuk ka asnjë kufizim në prona krahasuar me ligjet e vitit 1946 të parazve të tij. Dora e zezë e shtetit shtrihet mbi çdo pronë që i vën syrin Edi Rama apo baronët e tij të drogës. Duhet bëjmë gjithçka për të shkurtuar jetën këtij regjimi. Kryedemokrati u zotua se Partia Demokratike në pushtet do të shpall patronazhistët, krim shtetëror, duke i krahasuar ato me sigurimin e shtetit në diktaturën komuniste. Sa i takon organizimit të brendshëm, Berisha paralajmëroi se shumë shpejt Partia Demokratike do të nisë punën për zgjedhjen e kandidaturave për zgjedhjet e ardhshme lokale. Ai e mbylli komunikimin e tij me një mesazh për qytetarët. Edi Rama hodhi dorashkën, na përplasin fytyrë dorashkën, përdori 83 mandatet e krimit dhe tha, "Lubia jam unë", tha. Nuk ka bëri vetëm ne. Ja bëri Bashkimit Evropian dhe i deklaroi se unë nuk e dua këtë rrugë integrimi. Unë dua rrugën e Vučićit. Ka intelektual që mund të qëndrojë indiferent para kësaj situate. Në rast se ne ulemi në dialog, ne do ndihmojmë shqiptarët të marrin vendimet e duhura. Me 17 prill është dita e shqiptarëve, është dita e kryengritjes më të fuqishme paqësore që ka njohur Shqipëria.